Shqipëria do të zhvillojë konferencën e 4 ndërqeveritare në Luksemburg me 14 prill sipas njoftimit të Këshillit të Evropës. Gjatë këtij takimi do të diskutohen 2 grup kapituj për tregun e brendshëm dhe konkurrencën. Në konferencën ndërqeveritare do të diskutohet për avancimin e proceseve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deri më tani janë mbajtur 3 konferenca ndërqeveritare që kanë pasur si objektiv diskutimet dhe përparimin e Shqipërisë në rrugën e integrimit. Konferenca e parë ndërqeveritare u mbajt më 19 korrik 2022 në Bruksel, ku u hapen negociatat për klasterin e 1, i cili përfshin disa kapituj në fusha të ndryshme. Ky grup kapitull ishte një nga më të rëndësishmit, duke prekur aspektet thelbësore si drejtësia, gjyqësori, funksionimi i institucioneve demokratike, prokurimi publik dhe reforma e administratës publike. Konferenca e dytë u zhvillua me 15 tetor 2024, gjithashtu në Luksemburg, ku hapen negociatat për një grup kapitull të rëndësishëm që trajton tematikat e drejtësisë, gjyqësorit dhe institucioneve demokratike. Hungaria, e cila mbante presidencën 6 mujore të Bashkimit Evropian, organizoi këtë konferencë pas arritjes së marrëveshjes mes vendeve anëtare që Shqipëria kishte përmbushur kushtet për hapjen e grup kapitullit të parë që lidhet me të drejtat themelore. Konferenca e tretë ndërqeveritare u mbajt me 17 dhjetor 2024 në Bruksel dhe u zhvillua në nivel ministror, duke shërbyer për hapjen e negociatave për klasterin 6, marrëdhëniet e jashtme, përfshirë kapitullin 30, marrëdhëniet e jashtme dhe kapitullin 31, politika e jashtme, sigurisë dhe e mbrojtjes.